Kom mësu në gjami mos bëhet muhabet. Jo, asë të kriste muhabet. Të përfundojnë. Do me thonë, nëse nuk je bindje ke Allahu Dhul Gjelal, ke pejgamberi alayhi salatu wassalam, ke këshilli që është i zgjedhur, që ep kontribut për të mirën, nëse te insiston me qëllimet e tua, gjaja se për të mirë edhe janë ngatron lomqin, bie dam në atë mexhlis ta di se je prej munafikëve. Mirë po na, elhamdulillah që u shoh, edhe u kënaqë se këtë ka thonë edhe i dashmi jonë, o shqehuni me ftirat tuaja. Kohën e fundit, jo që nuk ka dije, popullata sot është në nivel diturisë, dije ka, së mi thot të popullit sot je i paditur. Mirë po ignorant mund t'i thush, pse të mirën ta ignoron, ta kundërshton. E ne inshallah e lusim Allahu Dhul Gjelal që të na bajë prej atyre të cilat, kur të vjen momenti i fundit që të na përcjellin, kemi prej atyre që kemi qenë të dobishëm e jo të sherrin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatiha.